Dhe ajo çfarë e ka shtyrë, po themi, këtë personazh që të jetë pjesë e deklaratave politike, lidhet pikërisht me xhaxhain e tij. Tani, Xhevdet Troplini. Kush është Xhevdet Troplini dhe sipas dosjes hetimit të autoriteteve italiane, ky konsiderohej si kreu i organizatës kriminale ose drejtues i organizatës kriminale, po për të nuk ka një urdhër ndalimi, një urdhër arresti. Si ka mundësi? Po, në fakt, në dosin prej më shumë se 1300 dhe kush është pastaj? Çfarë perandorie kishte krijuar Xhevdet Troplini? Ne nuk kemi arritur ende që ta konspektojmë të gjithën, përmendet në fakt emri. Janë 1300 faqe në atë dosje. Ky shtetas ka një precedent kaluar pikërisht për trafik droge, kur është arrestuar nga policia, me sa di ka kryer një dënim dhe më pas është liruar. Njihet si një biznesmen në qytetin e Durrësit me aktivitet në disa fusha, duke nisur nga një pulari, madje së fundmi kanë hyrë edhe në tregun e kafes, sipas informacioneve që kam. Është një personazh që thash është ekspozuar publikisht dhe politikisht për shkak të një fotoje që në një fushat të caktuar elektorale është shfaqur në krah të ish presidentit të Republikës Ilir Meta, në atë kohë kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, mos gaboj, duke qenë viti 2016 ose ndoshta edhe më herët, ku në fakt me krahas Xhevdet Troplinit edhe një tjetër personazh me ngarkesa ligjore si Altin Hajri, që është kërkim poshtu nga drejtësia në zonën e Shiakut apo Durrësit, shfaqen në krah të ish kreu të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Megjithatë, nga 2016 dhe sot që flasim, Xhevdet Troplini dhe ky grup është fuqizuar, se do kalojmë pak te fuqizimi i këtij grupi. Grupet kriminale janë si kameleoni dhe hetimet e kanë treguar që nuk është se kanë ideale për një forcë caktuar. Jo, ndrojnë, shkojnë me më të fortin, me më të fuqishme. Një nga pyetjet e tjera që unë kam patur sot për SPAK-un ishte nëse nga hetimet e zhvilluara a ka rezultuar që ky grup ka patur mbështetje politike. Dhe çfarë përgjigje do?